Të nderuar kolegë deputet, konstatoj se me 56 vota për, 52 vota kundër dhe 4 abstenime, Kuvendi nuk e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Kuvendi i Kosovës nuk ka arriti këtë të diel të zgjedhë qeverinë e re Kurti. Propozimi për Kurti 3 mori vetëm 56 vota pro, 4 abstenime. Kurtit i nevojiteshin të paktën 61 vota për të miratuar qeverinë. Kryeparlamentari Dimal Basha, pas dështimit të Kurtit për të marrë votat e nevojshme, deklaroi se tashmë përgjegjësia kalon tek presidentja Vjosa Osmani. Në prezantim të programit i mandatuari Albin Kurti bëri të ditur se nuk kishte arritur marrëveshje me asnjë parti tjetër për bashkëqeverisje. Ai kërkoi votën nga partitë e tjera për të vazhduar qeverisjen e mirë. Në prezantim ai tregoi edhe emrat e 20 ministrave me të cilët synonte të sigurojë shumicën. Bashk duhet të synojmë konsenzus në tema madhore si arsimi dhe shëndetësia, siguria dhe mbrojtja, politika e jashtme dhe ajo e energjisë. Të dashur qytetar, më lejoni së pari t'ju falenderoj juve, ata që votuan lëvizjen vetëvendosje dhe ata që i votuan subjektet e tjera për pjesëmarrjen në zgjedhje, për shprehjen e vullnetit të lirë dhe për përgjegjësinë e lartë qytetare përgjatë gjithë procesit zgjedhor dhe pas tij. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, deklaroi pas seancës se sot është vërtetuar që Albin Kurti po e mban vendin peng. Ai tha se secila qeverisje e re pa Kurtin do të jetë mirë për Kosovën. Ndërkaq kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e quajti mungesë të dinjitetit sjelljen e të mandatuarit Albin Kurti, të cilin e kritikoi për prezantimin e tij dhe tha se kjo mungesë e dinjitetit e ka bllokuar Kosovën prej 8 muajsh, duke e lënë me qeverinë në detyrë. Ndërkohë kreu i AK-s Haradinaj deklaroi se partia e tij nuk ka arsye për të debatuar për programin që ka paraqitur Kurti. Tashmë presidentja Vjosa Osmani pritet të mbledh liderët e partive dhe të konstatohet nëse ka ndonjë shumicë apo duhet të shkohet në zgjedhje të tjera të parakoshme.